Këtë vit, nis prodhimi i municioneve dhe dronëve Made in Albania. Detajet u bën me dije nga Ministri i Mbrojtjes Pirovëngu, i cili prezantoi në Komisionin për Punët e Jashtme paketën e re për ndryshimet ligjore lidhur me rritjen e kontrollit për eksportin, importin apo tranzitin e armëve të zjarrit. Dy janë detyrimet dhe angazhimet e shtetit shqiptar që kanë çuar drejt një projekt ligji tërësisht të ri. E para ne vime një paket ligjore, ky është vetëm projekt ligji i parë. Detyrimet që na çuan drejt kësaj reforme burojnë nga protokolli i Kombeve të Bashkuara kundër prodhimit paligjshëm dhe trafikimit të armëve të zjarrit dhe nga ana tjetër dhe direktiva dhe rregulloret e fundit të BE-s. Sa i përket prodhimeve ushtarake që do të bëhen brenda vendit, Ministri i Mbrojtjes theksoi se përpos municioneve do të përfshihen dhe uniformat si dhe mjetet e emergjencave civile. 6 kontratat parashikojnë prodhimin e municioneve, prodhimin e mjeteve dhe pajisjeve personale, uniformave, armatimit të lehtë, dronëve, sistemeve antidron dhe mjetet e emergjencave civile. Dhe jemi gjithashtu, siç kam pasur mundësi ta bëj publik disa herë, në përfundim të negociatave me Finkantierin për ringritjen e kantierit detar të Pashalimanit. Ministri tha se ky projekt ligj nuk prek kompetencat e policisë së shtetit, ndërsa qartëson ndarjen e përgjegjësive midis Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Mbrojtjes.